Pra më shumë shpenzim e energji për pengesa e blokada se sa për fitore diplomatike. Dhe atëherë kupton se nuk je përballë një dallimi politik normal. Je përballë frikacakëve. Je përballë frikacakëve të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Je përballë frikacakëve të cilët e hedhin gurin e fshehin dorën. Po, të një vetë pas ku thënë qa ke folja aty. Pyetja nuk është që kom folën me një takem që u konë publik me 10 njerëz. Pyetja është që ka folaj veç me Vučićin e me Lajçakun me një dhomë. Kërkush sukon tjetër aty. Qa ka folaj, dhe një jo? Asë në të di. Presidenti e Republikës të Kosovës, po të më kanë tregu shka kanë folë. Parlamentin e keni pas. A ju ka tregu juve në herë, si opozit? Kur? Pra, a nuk mendoni që e kanë detyrim me dalë para qytetarëve me një dhomë, veç vetë. Veç vetë. Kryeministri i Kosovës, presidenti i Serbisë dhe ai Lajçak Epsteini. Qita trajën vonë, me qita trajën vonë. Edhe ko gjajat. Që kjo është pyetja? Që kjo është pyetja? Unë e kam transkriptin e asaj që kam diskutu, incizimin, kam e publiku. Po na, parlamentin e ardhshëm, komision hetimor parlamentar, me kërku që kanë diskutu ata, që kjo është pyetja. Ata që